U rikthyer sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë. Tani më ka filluar të themi viti shkollor dhe ajo që na brengos më shumti për të vegjelit tanë, që gjithmonë kthehen në bankat shkollore për të mësuar shkronjat e para dhe hasin në problem në theksimin e tyre. Por çfarë duan të kenë parasysh mësimdhënësit? Këtu me mua në studio kemi logopedën Ardita Curi. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit. Përshëndetje, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Jam gjithmonë e hapur për tema të tilla, sidomos për të vegjelit tanë që janë në shqetësim shumë i madh në ditët e sodit. Mund të na thoni se cilët janë shenjat e para që një mësimdhënës mund të vërejë që tregon se një nxënës ka vështirësi në të folur apo në theksimin, të themi, në shqiptimin e shkronjave? Okej, këtu duhet cekur se për të etiketuar një fëmijë që ka vështirësi në të shprehurit apo në zhvillimin e të folurit, duhet të jenë shumë karakteristika, jo vetëm një. Pasi që kemi fëmijë që ka vështirësi vetëm në theksimin e shkronjës r, th apo disa tjera, pasi që mosha 6 vjeçare ku fillon shkolla apo 7, shumë fëmijë kanë vështirësi në theksimin e disa shkronjave, por që të etiketohen si fëmijë me vështirësi në të folur apo në zhvillimin e gjuhës, duhet të kenë vështirësi në zhvillimin e fjalive të gjata, duhet të kenë elemente që shmangen nga komunikimi, duhet të jenë pak më antisocial me të tjerët, gjithmonë kur mësuesi i pyet për diçka, ato tentojnë të shmangen, kanë vështirësi edhe tek artikulimi i pastër, kanë vështirësi edhe te fjalit të gjata, duhet të jenë shumë faktorë që ndikojnë tek që mund të thuhen që ka vështirësi në zhvillimin e të folurit, jo vetëm një shkaktar, për shembull kjo mos theksimi i disa shkronjave, duhet të jenë shumë gjëra që të themi që fëmijët kanë vështirësi në të folur. Në të folurit. Si ndikon të themi një çrregullimi të folurit tek nxënësit dhe në përfshirjen sociale të një nxënësi në klasë? Vështirësitë në të folur ndikojnë shumë, pasi që gjithë e dim që kur fëmijë fillon shkollën, baza e parë kur ata shkojnë, dëshira e parë për ata për të shkuar në shkollë është rrethi. Edhe nëse fëmiu ka vështirësi në komunikim, atëherë stepet nga shkuarja në shkollë, pasi që gjuha ndikon në procesin mësimor, mund të mbese mbas me procesin mësimor pasi që nuk e kupton, gjithashtu mund të mbese mbas me socializimin, me adaptimin në shkollë, pasi që e ka vështirë të komunikoj me shokët, të komunikoj me mësuesin, apo të shfash ndonjë shqetësim që ai mund të ketë si gjithë fëmijët në klasë të parë. Mund të na thoni se cilët janë ato çrregullime të themi në të folurit që hasen më shpesh në moshën shkollore, të themi kur fillojnë klasën e parë apo kur fillojnë të mësojnë shkronjat e para? Shumica që kanë më shumë problem që i hasim tash në proceset mësimore të fëmijët klasë e parë, klasë e dytë, janë theksimi, siç e thash, theksimi i disa shkronjave, janë tjetra të shprehurit. E kanë në bazë emocionale, ata kanë problem të shprehut, pasi kanë emocione të tepërta, edhe mund të vështirësojnë procesin e të folurit. Një tjetër është tek kjo bullizimi tash që kohët e fundit është shumë i madh, pasi fëmia mund të bëjë një gabim shumë të vogël, edhe shokët e klasës, pasi që nuk janë shumë të mësuar me këto çrregullime që duhet i normalizojmë tek fëmijët, ata fillojnë me bullizim. Fëmijët nga ana emocionale ngarkohen më shumë dhe shfaqet e ngarkojnë veten edhe nëse s'kan shumë vështirësi në komunikim, ato mbas të emocione e vështirësojnë më shumë. Edhe fillon edhe belbëzimi, këtu duhet ta cekim pasi që mbas të emocione fillon edhe belbëzimi të fëmijët që më vonë nga emocione mund të krijohet si një me të vërtetë mund të fitojë belbëzimin dhe të krijojë një çrregullim në të folurit, sidomos tash të procesit mësimor. Si mund të themi një mësues ta ndihmon një nxënës që ka probleme të themi në shqiptimin e shkronjave apo edhe në të folurit, apo duhet patjetër të themi, varet edhe se si është gjendja e fëmijës, duhet patjetër të shkon në logoped ai fëmijë? Mësuesi është i pari që i has këto probleme në shkollë. Mësuesi duhet ky fëmijë nuk mund të flasë, edhe ta injorojmë tash të fokusohemi te tjerë. Të tjerët. Jo, gjithmonë duhet atë që ka problem në çfarë do aspekti tjetër, të ulet në bankën e parë, të ketë kontakt me sy, drejt për drejt ma atë kur bisedon me ta, të i lënë një hapësirë kohore më të gjatë që ai të shprehet. Se nëse ne e injorojmë, fokusohemi te tjerët, ai nuk mund ta flasë të shkojë te tjerë, mos ta emocionoj ose mos ta stresoj më shumë, ne vetëm e injorojmë, aty vetëm ju bëhet ngarkesa më e madhe. Nëse ne e ngacmojmë, sado pak do ketë lëvizje të themi. Po, edhe ai
do angazhohet të thosë, nëse ne japim komoditetin, nëse ne përgatitim një ambient sa më të qetë, duhet të përgatitim edhe nxënësit tjerë, që kur të flasë ai mos t'i ndërhyjmë, edhe ai gradualisht do stabilizohet dhe kuptoj se nuk është diçka nëse ai bën një gabim, edhe me kohë ai do e merr veten edhe do përmirësohet. Ju i cekët pak injorimi nuk duhet të punohet ma shumë me atë. Cilat strategji rekomandohen të themi për përfshirjen e këtyre nxënësve të themi në diskutime, por edhe në aktivitetet në klasë që organizohet nga mësimdhënësit? Po, disa aktivitetet që këshillohen që mësuesit me këta fëmijë të punojnë është grupore. Mirë, po jo grupe 2-3 në sasi më të madhe, duhet grupe më të vogla, se kur janë grupet më të mëdha, del dikush tjetër më i zoti mund të themi, ose më i aftë dhe përgjigjet. Ndërsa kur janë grupet më të vogla, pa tjetër, do e mos, ai nxënësi që ka pak vështirësi, ai do tentojë të flasë. Kështu që është mirë grupet të vogla, përdorimi i fotografive, pasi që ka terme abstrakte, që nuk mund t'i kuptojë fëmija, ndërsa me vizualitet, me fotografi, me paraqitje, fëmija ka më të qartë dhe edhe të qohet të flasë në bazë fotografisë, ai tenton të flasë pasi që e ka më të qartë. Mund të na thoni se a ka mënyra më të thjeshta të themi për të modifikuar gjuhën që përdorë mësuesi në klasë thjeshtë, për të qenë më i kuptueshëm të themi për këtë kategori të fëmijëve apo dhe për gjithë klasën? Thash, një ndër metodat është grupore, është fotografia, është nëse këta fëmijë nuk mund të shprehen edhe me anë të fotografisë, është mirë të përdoren video, ose nëse fëmiu nesër ka të përsërisë mësimin, është mirë të lejohet edhe nga ana e mësuesve që të përgatitet me anë të videove në shtëpi dhe ta prezantojë ashtu. Duhet gjenë një metodë që ai fëmijë të funksionojë me procesin mësimor. Nëse nuk mundet në bazë me dal para klasës me fol, mundet me një video ose mundet me një shkrim. Gradualisht të përshtatet në klasë. 5 minuta, 10 minuta ditë duke e rritur sasinë e kohës që ai mund të flasë në klasë. Jo t'ja ngarkojmë. Thjesht duhet të gjejmë një metodë që atij t'i përshtatet që ai të krijojë një ambient sa më adaptues dhe sa më relaksues në shkollë. Mund të themi si duhet të veprojë të themi një mësimdhënës kur nuk e kupton se çfarë thot një nxënës, çfarë duhen të kenë ata parasysh në këto situata? Gabimin që e bëjmë ne si mësimdhënës ose ne si terapist, logoped apo çfarë, ndonjëherë na del fjala jo ashtu. Fjala jo është një gabim që ne e bëjmë shumë shpesh, që edhe unë vetë e bëj në praktik, por tek fëmia kur i themi jo, i menjëherë stepët. Menjëherë dalin në pa ato emocionet për të tentuar, për tentimin e dytë për të biseduar. Kjo është një diçka që shumë shqetësuese që e bëj, edhe unë e bëjnë edhe shumica e arsimtarëve që nuk duhet. Duhet të gradualisht ta largojmë këtë fjalën e parë jojën, po se kjo ndikon shumë tek fëmijët. Nëse fëmija nuk mund të shprehet, gradualisht ta vizatoj, nëse s'mund ta thot fëmiu në bazë se te gjuha te shprehura ndikojnë shumë emocionet. Edhe nëse fëmiu din të shprehet, nëse nuk ka asnjë problem në bazë të emocioneve, se klasa e parë është kit frikë. Frikë nga ambienti, frikë nga shoqëria, frikë nga mësuesi, do gaboj, edhe tash ato mund shumë më shumë të ngarkojnë veten edhe të bëjnë një çrregullim që ndoshta edhe nuk mund ta kenë. Ashtu ndoshta edhe nuk e ka pasur më herët, po për shkak stresit, për shkak emocioneve, paraqitet një problem i tillë, të themi. Shpesh hasmi me prindit thonë në shtëpi nuk e ka këtë problem. Atëherë duhet të jetë një shkaktar që e krijon atë çrregullim në shkollë. Çfarë duhet të kemi të themi edhe parasysh, edhe ne si prindër, por edhe prindërit, por edhe mësimdhënësit, kur të është ajo faza e adaptimit të fëmijëve në shkollë? Duhet bëhet pak më relaksues. Jo tash të gjithë duam që ditën e parë nxënësit të ulen, të na dëgjojnë, të shkojë procesi mësimor, ta kryejmë plan programin, ama nuk duhet ta shohim vetëm kryerja e plan programit. Duhet të jetë më argëtues. Shkolla, sidomos tash tek neve është bërë shkolla dyqysh, krejt friksohen, kitë fëmijët, do nisin shkollë, kitë janë me emocione, kitë me frikë. Mësuesin e shohin si një objekt frike. Nëse ne i themi arsimtari, mësuesi, kitë edhe ne prindërit i friksojmë. Kam i treguar arsimtari. Edhe ai e shef tash, pale çka do di arsimtari për mua. Kështu që duhet ta marrim pak më chill, mund të themi, shkolla, argëtim, shokët, do luash. Qasja jo ndaj si prindër që kemi, qasja e prindërve edhe ne bëjmë gabimin e parë, që fëmijët të themi fillojnë të kenë frikë si që cekët edhe ju, por thash, çfarë duhet të kemi parasysh në këtë?
tash duhet të përgatitur emocionalisht. Nuk duhet tash këtë ne përdorim gjithmonë do i tregoj arsimtarit. Por çdo gjë në shtëpi, në ambientin e shtëpi, arsimtari bëhet prindi i parë. Çdo gabim arsimtari, këtë duhet ta largojmë. Duhet arsimtari ta shohë si një prind. Çdo problem që fëmijët mund ta kenë brenda shkollës të bëjnë hapjen e parë drejt arsimtarit, jo të bëhet një gabim më i madh që ne mund ta vështirësojmë, që ai të jetë i lirë, të lirohet, ta shohë arsimtarin si një ndim, jo si një polic. Dhe kjo do të ketë afektin të themi pozitiv, nuk duhet të ketë ato anët negative, ta shohin mësimdhënësi arsimtarin apo mësuesin si njëri të frikshëm. Do të duhet të kemi parasysh. Si duhet të jetë të bashkëpunimi të them midis logopedit, mësimdhënësit, por edhe prindërit? Është një trekënd që duhet gjithsesi të funksionojë. Po, në arsim gjithmonë trekënd që duhet jetë primar, pasi që informacioni që prindi mund të na jep apo logopedi, mësimdhëni mund të ndihmojnë në lehtësimin e procesit mësimor. Pasi që kemi një fëmijë, ta marrim shembull, kemi një fëmijë që ndjek seanca logopedike në qendra private, dhe në shkollë ai mund të funksionojë mirë, por ka raste që në shkollë funksionon shumë keq, në terapia individuale është krejt okay. Dhe duhet kese bashkëpunim që t'i tregojë logopedi, t'i tregojë mësimdhënësit disa metoda që ai fëmijë mund të shprehet. Pasi që arsimtari aty ka 25 vjeta, 30 nxënës, nuk mund të fokusohet vetëm te ai. Kështu që ne duhet t'i japim metoda lehtësuese që mësimdhënësi t'i përdor tek ai fëmijë. Gradualisht që ai të përshtatet me procesin e rregull mësimor, sikur nxënësit tjerë. Kështu që duhet të jetë një komunikim i ndërsjellët mes logopedit prindrit. Edhe prindi duhet t'tregojë mësimdhënësit metoda që ati i përshtaten në shtëpi, që t'i lehtësohet më shumë procesin mësimor. Se prindi është baza kryesore që ai e njeh më mirë fëmijën. Ne e njohim në shkollë, në ambientin shkollor, jo në shtëpi. Kështu që ka raste që fëmia në shtëpi nuk ka asnjë çrregullim, as belbëzim, as asgjë. Kur shkon në shkollë belbëzon. Nuk mund t'i theksoj shkronjat, kështu që prindi kur tregon se në shtëpi mund të bëjë edhe video, unë shpesh i praktikoj te puna, i tham, okay, nëse në shtëpi e bën, bëje një video, ma trego mënyrën si ti e bën, që unë të përshtatem me mënyrën tënde, ndoshta prezantimi mund të jetë shumë arrogant, që fëmijë nuk mund ta thosë, kështu që të përshtatemi të ti përshtat sado pak që të keni sukses. Po, patjetër, kështu që edhe në shkollë funksionojnë kështu. Mund të na thoni se shpeshherë hasim kemi dëgjuar apo ka prind të cilët nuk tregojnë që fëmia i tyre ka problem të themi në të folurit dhe ndonjëherë edhe si prind vetë ata nuk e pranojnë një gjë të tillë. Po. Mospranimi është hapi i parë tek çejnat e has për ditë, çdo ditë me çfarë do çrregullimi tek këta fëmijë. Pasi që ne themi shpesh kur prindi e pranon se fëmia i ty ka një çrregullim, është hapi i parë drejt suksesit. Nëse prindi vjen tek unë dhe thotë fëmia im është autist, fëmia im ka belbëzim, unë jam pastër, edhe e di se ku duhet fokusohem. Jo ta marr fëmijën, ta pranoj fëmijën dhe 3 mujor të më shkojë mu derisa ta zbuloj fëmijën. Ku e ka pikën e fortë, ku e ka pikën e dobët, ku është problemi fiks tek ai fëmijë. Kështu që nëse prindi vjen me atë përgatitjen e vet emocionale, me atë pranimin për diagnozën e fëmijës, unë e kam të lehtë qasjen tek fëmija dhe përmirësimi tek ai fëmijë mund të jetë më i shpejt. Pasi që unë e di saktë çfarë ka ai fëmija, edhe këshillat ndaj prindrit janë shumë më të drejtë për drejta, pasi që edhe për neve është më vështirë t'i themi një prindër që nuk e pranon se fëmija jot nuk e bën kët, saqë tek një prind që e pranon dhe është i hapur për bashkëpunim. Për bashkëpunim, çfarë duhet të kenë të themi edhe mësimdhënësit parasysh kur një prind i tregon që fëmia i tyre ndjek terapinë, logoped, shkon, duhet të di edhe më tej më shumë një mësimdhënës për atë fëmijë? Nuk ka ndonjë rregull kështu që duhet jetë standard që mësimdhënësi duhet të merr informacione nga logopedi, mirë po është mirë për fëmijën që të kese një bashkëpunim, edhe mësimdhënësi duhet jetë shumë i hapur, jo të se ka mësimdhënë që mund të thonë nuk më intereson ai pjesa jashtë shkollës. Mirë pa ajo pjesa mund ndikojë në zhvillimin dhe përparimin e nxënësit në procesin mësimor. Dhe nëse ne nuk jemi të hapur si mësimdhënës që t'i dim se çka ai fëmijë përballet mbas procesit mësimor, atëherë ne nuk mund të funksionojmë me atë fëmijë, pasi që ne kur marrim përsipër, kur marrim përbazë emocionet që ai fëmijë ose ai prind kalon mbasi procesit mësimor, ndikojnë nesër në mësimin tonë. Kështu që është një arritje edhe e mësimdhënësit kur fëmiu
arrin një sukses të shkëlqyeshëm apo të dobët. Është bazë edhe e mësimdhënësit. A duhet të ketë trajnime për mësimdhënësit për këtë lloj të themi që kanë fëmijët të cilët problem në të folurit, apo thjesht të mbajnë disa trajnime me logoped, sadopak, për t'ju ndihmuar për ta kenë edhe më lehtë mësimdhënësit për të identifikuar që një fëmijë ka problem në të folurit apo në theksimin e shkronjave, se çfarë metode duhet të përdoret të themi, nëse a duhet ai fëmijë të vazhdojë më tej me terapi tjera tek një logoped. Është mirë që mësimdhënësit, pasi që kemi disa mësimdhënës që janë gjeneratave të vjetra, pasi nuk janë të përballur gjithmonë me këto fëmijë, se kemi mësimdhënë që thotë, unë kam punu disa vite, por nuk kam pasur fëmijë të tillë në klasë, se tash problemet janë shtuar, diagnozat janë shtuar shumë, autizmi tash është bë më që përballemi çdo ditë, më herët ka pas shumë raste të rralla. Tash çrregullime, belbëzimi, shtohen çrregullime të ndryshme dhe mësimdhënësit gjithmonë duhet jenë në rrjedha me këto çrregullime që hasemi çdo ditë. Me trajnime të ndryshme, qoftë edhe një diskutim me një logoped apo profesionist tjetër, mjafton disa metoda që të përshtatet për secilën çrregullim. Nuk do të thosë që të kryet trajnim certifikohet për një çrregullim pasi që të ketë një nxënës. Mjafton thjesht një këshillim me prindërin ose me logopedin ku ai shkon apo logopedin defektologin e shkollës. Nuk është patjetër trajnim, vetë se duhet kese informacione që nëse jo t'i ndihmoj, mos t'i bëj më dëm. Jo të reagoje me ato emocione, ti s'mundesh, thjesht të dihet të përballet spaku të ana emocionale me këta fëmijë. Të paktën mos ta injoron atë siç e thekët edhe ju në fillim, nuk duhet të injorohet nëse ai fëmijë ka probleme të tilla. Mund të themi sa ndikon edhe teknologjia, se shpeshherë hasim në fëmijë të cilët shkojnë në klasë të parë, gjuhën angleze e din, ndërsa shqipën të themi gjuhën amtare apo çfarëdo gjuhë tjetër nuk din. Dhe ndoshta edhe aty hasin probleme në shqiptimin e shkronjave kështu me radhë apo edhe në të folurit. Po, tash është një problem shumë i madh kjo gjuha angleze, pasi që fëmijët kur është mësimdhënësi aty flasin shqip me ato problemet e veta, me lidhzat, nuk i din fjalët shqip, një fjalë shqip, një fjalë anglisht që të por në momentin që mësimdhënësi del, bie zilja e pushimit të shkurt, ata komunikojnë gjithmonë anglisht bashkë. Si klasë e para, si parashkollorët, si edhe gjenerata më të mëdha. Anglishtja është bërë si më konë gjuhë amtare. Kjo është problemi, pasi prindja thotë, fëmia im e din gjuhën angleze. A jemi anglez? Jo. A e keni rrethin anglez? A e keni pretendime për me shku me jetu në Angli ose ku do t'jetë që flitet anglisht? Jo. Atëherë pse duhet jesë anglishtja gjuhë amtare? Kjo është një problem që veç se është ka shtohet dita ditës më shumë. Pasi fëmijët përshëndeten, hey, hello, në mes fjalëve kanë disa fjalë anglisht. Nuk ka shans fëmijë të tregojë një tregim mos kese 3-4 fjalë gjuhën angleze. Është një problem shumë i madh. Pasi fëmiu mësohet të flas me shoqërinë anglisht, mësohet të dëgjojë anglisht, kur vjen ta ktheje një mesazh në gjuhën shqipe, e ka të mangët si strukturë të fjalisë. I mungojnë fjalët, më thotë nuk më kujtohet anglisht, por shqip jo. Kjo është një problem, kjo është diçka që ne duhet të shqetësohemi, jo të krenohemi se fëmia im din anglisht. Gjuha angleze duhet zhvillohet mas klasës 2-3. Duhet i ruajmë fëmijët, sidomos deri në klasën e 2, mos kenë shumë kontakt me gjuhën angleze. Çfarë duhet të ndërmarrim për të themi për kundër kësaj dukurie, se hasim që edhe fëmia 4 vjeç, 5 vjeç din gjuhën angleze më mirë se gjuhën amtare. Po, din hen, shozën, kitë pjesë të trupit anglisht. Kur themi tash hajde t'i kthejmë shqip, problem. Çfarë duhet të bëjmë kundër kësaj dukurie? Kjo duhet të filloj deri tek nëna. Si shoqëri, sadopak, si prind. Kjo baza e kësaj është te familja. Se tash emisione, lodra, kitë në gjuhën angleze. Unë thjesht edhe bëhem e bezdishme kur shkoj te këndet e lojrave me vajzën time. Gjithmonë shkoj te recepcioni, lëshoni muzikën shqip. Jo anglisht, se mbas melodisë fëmijët e kanë edhe mosha 2 vjeçare. Ti injorojmë ato 6-7, 2 vjeçare flasin anglisht. I din emërtimet në gjuhën angleze, kjo nuk është, për mendimin tim, nuk është shumë normale, pasi që kur fëmijë starton në gjuhën amtare, në gjuhën angleze është një shqetësim që duhet marret nga ana e prindit ose nga ana e profesionistëve tjerë. Kjo është. Shqip, ka shkojnë në këndet e lojrave kërkoni ndash se bëhemi të bezdisshëm tek këto. Më mirë të dëgjon shqip sa të dëgjon anglisht, se në bazë melodisë fëmijët e kanë shumë të lehtë ti memorizojnë fjalët anglisht, se melodia ndihmon shumë. Unë i them edhe prindëve, shtoni muzikë shqip. Nuk ka lidhje çfarë këngëtari si tek preferencat e fëmijës, ai preferon as si preferon. Mjafton të dëgjojë shqip ose për rallat. Tash edhe kemi plot
ka në për rrjete sociale në YouTube, I kemi këto gjitha. Mjafton të dëgjoje shqip, t'jese në kontakt me gjuhën shqipe, jo me gjuhën angleze. Si mund të themi të kontriboj një mësues në parandalimin apo zbulimin e hershëm të problemeve në të folurit? Kemi raste që prindit nuk I vërejnë këto, në shtëpi nuk I vërejnë. Bëhet fëmija 5 vjet, 6 vjet, gjithmonë e japin vetit atë shpresën, gjagja I ka pas këtë problem, unë e kam pas këtë problem, babai, thjesht ajo ana e nënës e mbulon. Nuk do në të pranoj që fëmija mund të kese në problem. Mirë, pa ku shkon në shkollë, më si më dhënë se duhet jese impakti parë, në qasjen e parë me këta fëmija, duhet I vërej dhe duhet I me njëherë t'i tregoj prindit, apo thjesht të marrë një mendim nga stafi shkollës, të bisedojnë bashkë, të shohin nëse fëmija duhet pa tjetër të dërgohet dikun tjetër, që të vazhdojmë me seanca tjera në private jashtë shkollës, që t'i tregoj prindit. Jo ndoshta hajte gjysmëvjetori parë, gjysmëvjetori dytë, më si më dhënë si është qasja e parë me fëmijë që mund t'i vrejtë problemet që ata mund të hasin në procesin mësimor. Pasi që ne si prind I shohim duke luajtur, duke socializuar me fëmijët e lagjës, nuk ka një problem. Mirë, për kur shkon me fëmijë tjerë, kur ka, si teme, socializim të ri, kur e vrejnë që aty ka një farë problemi, atëre do me thonë, ajo është ambientu me ambientin e shtëpisë, është ambientu me socializimin në lagje, mirë për kur ka një socializim të ri ose në ndonjë ambient tjetër, ai mund të shfaq ato vështirësi që mund të kese në të folurit. Kështu që më si më dhënë si I vëren, është I pari që I vëren këto, I tiketon këto probleme dhe duhet të bisedoj me prindit apo me stafin e shkollës që mos të vështirësohet në klasë të 2, klasë të 3, pasi që fëmiju mund të ngelen bas si me zhvillimin e të folur, si me mësimet. Mund të themi se kur duhet të shqetësohemi nëse një fëmi ka problem në të folur apo deri në moshën 2 vjeç, themi nuk thot asnjë fjalë, cila është ajo mosha të themi e pikante të themi apo më e theksuar që duhet ne fëmijën ta dërgojmë në logoped për të bërë analiza, për të parë se ku është problemi që fëmija nuk flet? Po, tash mund të jemi fëmijë 2 vjeç, mund të kese 50 fjalë, mirë, po tash jo të gjithë fëmijët janë të njëjtë. Ka fëmijë që moshën 2 vjeçare mund të flet rrjedhshëm, jo aq rrjedhshëm që pas të e kupton. Po e kupton. Ka fëmijë që deri në moshën 2 vjet mund të kese 10 fjalë. Nuk mund të themi që ai ka një problem. Duhet ta ndjekim deri në moshën 3 vjeçare, 3 gjys, ndikon ambienti, ndikon përdorimi I telefonit. Ka shumë shkaktar që te ndonjë fëmijë e vështirësojnë, ka disa që të gjithë këto shkaktar I përdorëm, mirë po nuk është mbas me zhvillimin e të folur, që ndikon ambientin. Nëse fëmija përdor telefon gjithë ditën dhe kur e le telefonin, ai ka fëmijë tjerë që duhet të komunikojë. Ai deshti apo s'deshti, ai duhet të zhvillojë gjuhën, se ka një ambient që e stimulon të flasë. Ndërsa kur kemi fëmijë që janë në një ambient të qetë, nuk ka shumë fëmijë në shtëpi, ai kur e le telefonin ai përsëri është vetë. Edhe ai kam rrotullu prapë ka me shku te telefoni. Kështu që ai e ka ma problem, këto fëmijë që janë vetë e ka ma problem në zhvillimin e gjuhës. Mirë po, tash kur e vrem që fëmijë 2 vjeçar, nuk I merr uzimet, shko mere shko ma jep këtë, pije ujin, ose të kërkoje mami ujë. Nëse jo mami dua ujë, mami ujë s'pako. Nëse këto I vrem që fëmijë nuk është të kuptu, nuk është të socializu me tjerë, nuk kanë të veprim verbal me fëmijët tjerë, atëherë duhet një pikpyetje tek prindit që diçka nuk është okej me fëmijën. Atëherë më mirë të konsultohet sa është më herët, se mosha 2 vjeçare deri në 4 vjeçare është më e lehtë për ne si profesionist të ndërhyjmë. Se kur është mosha 5-6 është më e vështirë. Nuk do të thotë që nuk ka ndërhyrje ose sukses, por është shumë e vështirë si për ne, si për prindin, si për fëmijën. Kështu që deri në 2 vjeçare duhet fëmijët të ndjeket pak më shumë nga ana e nënës, të shoh emërtimet, ose thjesht të njeh në mënyrë logjike gota në gotën, jo në mënyrë vetëm kështu të përdore mekanikisht. Duhet të bëjnë disa dallime nënat. A e kam të folur mekanika apo logjike? Duhet përcjellet, baza është reagimi emocional. Reagimi emocional ndaj diçka të trishtueshme, të frikshme apo të gëzuar. Edhe emërtimet. Nuk duhet ta marrim si kallop këtë 50 fjalë. Mosha 2 vjeçare 50 fjalë. Jo, se shumë nëna shqetësohen, ai nuk I ka 50 fjalë, I ndjekin, I shkruaj. Jo të gjithë fëmijët janë të njëjtë. Mjafton 10 fjalë, 15 fjalë ti kese me kuptim, edhe ti kese në mënyrë që ta dije
kuptimin e fjalës. E fjalës, se çfarë kërkon, kur i kërkon diçka, a e din se për çfarë nëse ja kërkon gotën, të themi ta sjell gotën. Po se jo tash, jo në ato ligjet mund të themi që fëmijë 2 vjeçar 50 fjalë, fëmijë 6 vjeçar ti ke se 2500 fjalë, 5000 fjalë, nuk janë krejt të njëjtë. Tash më varet ambienti, më varen shumë sene tjera që ndikojnë sa mund ta kese fjalorin e pastër. Cili do t'ishte mesazhi juaj si një logopede për gjithë mësimdhënësit, por duke përfshirë këtu edhe prindërit? Mesazhi më adekuat për momentin, më duket që larg gjuhës angleze. Larg gjuhës angleze deri në moshën 10 vjeçare, mund të them, ose deri në klasën e 2, sakt nuk e di sa i bie mosha në klasën e 2. Mirë, po deri në klasën e 2 nuk duhet të kenë shumë qasje, edhe pse tash gjuha angleze e bërë edhe lënd të klasë e para. Mirë, po jo shumë të fokusohet. E kemi edhe në qerdhe. Po, jo shumë të fokusohet te gjuha angleze. Jo të tentojnë ta mësoj gjuhën angleze, s'paku ta dije gjuhën angleze. Gjuha angleze e ka kohën e vet, fëmia të flet pastër gjuhën amtare, të flet mirë rrjedhshëm shqip, pastaj duhet ja bëjmë kurs gjuhën angleze. Ani se e ka lënd në mësim. Ti di ato elementet, ato që janë për të marrë një notë të mirë, apo s'paku ato që kërkon mësimdhënësi. Jo diçka më shumë, jo të fokusohemi vetëm te kurset e gjuhës angleze. Jo deri në moshën 10 vjeçare mund të them. Ta masterizoje mirë gjuhën shqipe, të komunikoje mirë në gjuhën shqipe, mos të ketë problem në gjuhën shqipe, pastaj fillojmë gjuhën angleze. Nuk besoj që do mbesen mbas me gjuhën angleze në këtë rrethin që jetojmë. Tani, të faleminderit shumë Ardita që ishet pjesë e emisionit të Ritmi i ditës në mëngjes për gjitha këto informacione. Besoj që sadopak të jenë informuar edhe mësimdhënësit se çfarë duhen të kemë parasysh tek filloristët që sapo kanë filluar të themi klasën e parë. Faleminderit nga ty shumë. Shpresoj që këtë këshilla t'i vlen prindit apo mësimdhënësit. Të faleminderit edhe njerë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu mua nuk më ngele gjë tjetër veç se të ju përshëndes, shihemi ditën e nesërme.